A ka filluar një cikël i ri i kriptos? Kjo fundjavë mund të ketë shënuar një nga momentet më dramatike në historinë e kriptos. Pyetja që po bën sot çdo investitor është e njëjtë: a ka mbaruar bull market apo është diçka tjetër që po ndodh? Sipas modelit klasik të ciklit 4 vjeçar, teknologjikisht ka mbaruar. Ky duhet të ishte fundi, por diçka nuk përputhet me modelet e kaluara. Bitcoin sapo arriti një rekord të ri, por ndryshe nga herët e tjera, nuk kemi parë alt season, nuk kemi parë retail mania, as FOMO e zakonshme që paralajmëron fundin e ciklit. Kështu që ndoshta, vetëm ndoshta, ky nuk është më cikël i vjetër që njihni. Ka një teori që po qarkullon në qarqet makroekonomik, quhet ultra cycle, një cikël më i gjatë, më i thellë, i ushqyer jo nga spekulantët e vegjël, por nga likuiditeti global dhe kapitali institucional. Nëse kjo teori është e saktë, gjithçka që po ndodh mund të ketë lidhje me rikthimin e likuiditetit. SBA sapo nisi ciklin e uljes së norave të interesit. Japonia po shton stimuj, Kina po pompon para në ekonomi dhe M2 globale është në rritje. Pra, në letër, kushtet për një val të re rritje janë aty. Por ende s'kemi parë euforinë që zakonisht mbyll një cikël. As kërkime masive në Google, as TikTok traders që shesin kurse, indeksi i fear ngrit, as pranë extreme ngrit s'është. Realiteti duket sikur s'ka hyrë ende. Ndërkohë shifrat tregojnë diçka interesante. ETF-et kanë bler mbi 3.2 milion dollar Bitcoin vetëm në javën e parë të tetorit. Fondet më të mëdha tashmë zotërojnë rreth 15% të ofertës totale. Nëse këto lëvizje vazhdojnë, mund të jemi duke hyrë në fazën e akumulimit institucional. Por për ta ditur me siguri, duhet durim, sepse në çdo cikël tregu i teston të gjithë. Ata që dorëzohen nga frika dhe ata që presin me bindje. Nëse kjo teori e ultra cycle rezulton në vërtet, atëherë ajo që po ndodh sot nuk është fundi, por preludi i një faze të re, një val që mund të zgjasë shumë më gjatë se çdo cikël që kemi parë më parë.